apo zgjedhja politike është diçka personale, që ti vetë sot, se dikur u impunua me forcë, por sot mund të zgjedhësh fenë që don, mund të zgjedhësh politikën që don, mund të zgjedhësh qytetin për të jetuar ku don, por nuk mund të zgjedhësh një gjë që ta ka lënë Zoti, që është përkatësia jote etnike. Ndaj ne i duhet ta mbajmë fort, sepse është parësore, është number one, është e para gjë në mënyrë absolute. Adheu jon, Shqipëria jon, shqiptarizmi jon, ashtu siç mundojnë sot të krijojnë një komb kosovar që nuk ekziston, pasi nuk ka një popull kosovar, ka një popull shqiptar që jeton sot në Dardaninë e atëhershme, që ka emrin sot Kosovë. Ashtu që nuk ka kosovar në luginën e Preshevës, po janë shqiptarë në luginën e Preshevës. Apo ato të Pazarit të Ri, janë shqiptarë në Pazarin e Ri. Apo të Deçamërisë, të Pargës, të Paramithis, i ka parë me sytë e mi që flasin akoma, me ndrojtje flasin shqipen, por e flasin akoma. Ato janë shqiptarë, arvanitasit janë shqiptarë, nuk ka lidhje fare ajo se si quajnë ato. Le ti quajnë si dojnë ato, unë me flas shpesh dhe me arbreshën. Le ti emrojnë si të duan, ato brenda janë, po që e lidh një popull? E lidhin dy gjëra kryesore. Nuk e lidh territori, sepse territori mund të jetë dhe mix, mund të jetë që ka dhe ardhje të popullsive të tjera. Po dy gjëra e lidhin një popull. E lidh gjuha që është themelore dhe një gjë tjetër themelore është DNA-ja e tij. Pra ne kemi qoftë me arvanitasit, qoftë me arbreshët, qoftë me shqiptarët e Pazarit të Ri, qoftë ato të Bujanovcit, qoftë me shqiptarët e Kosovës, të Iliridës që sot gjendet në Maqedoni, e tjerë të Malit të Zi, si shqiptarët e Ulqinit, e gjithë trembave shqiptare. Pra që na lidh gjithë ne? Na lidh gjaku, pra DNA-ja dhe gjuha. Pra këto dy janë faktorët kryesorë që nuk ndrojnë kurrë, pavarësisht se ku jeton ti, pavarësisht se kush shpërngulesh. Pra këto dy gjëra na bashkojnë dhe ne shqiptarët i mbajmë fort. Ne kemi gjuhën, siç e thash, më të vjetër të kontinentit, ajo gjuhë që ka ato fjalë një rrokshe, ajo gjuhë që shkruhej një herë një kohë me alfabetin që sot të transformuar e kanë marrë grekët, e kanë marrë nga perandoria bizantine, të cilën e futi atë alfabet, e rifuti edhe një herë një shqiptar i madh që ishte Konstantin i Madh, i cili themeloi në atë kohë dhe kryeqytetin e perandorisë lindore, që ishte perandorisë iliro-romake me kryeqytet Konstantinopolin, apo sot Stambollin e sotëm. Pra, me atë gjuhë shkruaj, me atë alfabet shkruaj, me atë ABC shkruaj, që ishte ABC-ja e pellazgëve tanë. Dhe shkrimet që janë dhe ato të ribesës që kemi përmendur edhe herë tjera e tregojnë më së miri. Janë shkrimet të shekullit të 4 para Krishtit të përkthyera me shqipen e shekullit të 20, që tregon që shqipja shkruaj shumë në lashësi. Por fakti është që ne kur në 1908 na impunuan që ta braktisnin atë alfabet, që ishte alfabeti i pellazgëve, ne gabuam, sepse ne duhet të kishim mbajtur si një vend që gjendeshin gjithmonë midis lindjes dhe perëndimit. Midis dy perandorive të mëdha që ishte ajo e lindjes dhe e perëndimit. Ne duhet të mbanim që të dy alfabetet që ishin alfabetët tanë, ishin ABC-t tana, të mbanim atë që ishte iliro-latin që e përdorim dhe sot, alfabetin iliro-latin të sotëm, dhe atë pellazgo-iliro Macedon dhe Pirot që ishte alfabeti që humbëm me fjalë dhe pastaj na morën fshirë tanë që është ai pellazgjik. Pra, në këtë kontekst, duke ditur fshirët tanë që kemi këto lundit të Zotit, pra kemi një popull që lidhemi shumë njëri me tjetrin. Jemi një popull që kur vinte Duran, apo ato që do të dalin kufit në ato gjithë njerëzit me të shuar që kanë lëvizur nëpër territorin shqiptar, i pyesnin dhe ato përgjigjen e kishin gjithmonë, ndërsa fshirët tanë i thonin me përkatësi fetare, e quanin vetin në bazë të përkatësisë fetare, shqiptarët thonin jam shqiptar, pavarësisht atij dallim fetar që ishte kret i dorës së dytë apo të tretë. Pra përpara gjithëve ishte shqiptar. Ndaj këtë nuk na harrojmë fshirët tanë. Dhe kjo është ajo që i tremb ato. Identiteti i fortë që kemi ne. Pasi identiteti jonë i ka rrënë thellë në antikitet, i ka rrënë thellë në fillimet e njerëzimit në këtë kontinent. Ndaj, janë munduar gjithmonë ta fshehin, ta vjedhin, na grabisin historinë tonë, siç e thash, me komplicitetin e bashkëpajsin e autoriteteve tona, qoftë shtetërore, qoftë qeveritare, qoftë akademike. Të kujtoj një fakt që është shumë interesant. Ne, kur ishim në vitet 80, para vitet 80, diktatori jonë bëri një libër
që quhej me Stalinin. Në kujtimet e tij ai tregon që kur ishte në Moskë, pra Enver Hoxha që u takua me Stalinin, ai shkoi nga zylyer shoku Stalin dhe i tha: "Shiko shoku Stalin, kam zbuluar përmes historianëve tan ato që shkruajnë dhe sot historinë, atë akademi që e themeluan slavët, të kujtojmë që slavët e themeluan akademinë, pra rus ose jugosllavët e themeluan akademinë shqiptare me një qëllim, që të varrosnin procesin gjusor të gjusmeve antike të Europës dhe të varrosnin historinë tonë. Ja kanë dalur deri diku në mënyrë zyrtare. Për fat të mirë Shqipëria u hap dhe arritëm që të hulumtojmë në ato arkiva që ato se kanë bërë kurrë, që e kishin për detyrë dhe pagueshin ta bënin. Ndaj kthehen përsëri tek ajo që i kërkon në atë kohë diktatori jon, i kërkon diktatorit rus sovjetik Stalin. I thotë: "Më kanë thënë historianët tanë që këtu tek ju është një shtet që quhet Albania në Kaukaz. Dhe sipas historianëve tanë, shoku Stalin, ne kemi një lidhje të ngushtë, ne jemi dy popull vëllezër, e kemi prejardhjen nga ju, pra ne jemi nga atje." Dhe shoku Stalin tha, mori shumë seriozisht këtë që i thashta dhe të nesmen fatkeqësisht më dha një lajm të trisht. Historianët e tij i kishin dhënë një përgjigje të prerë, që Albania Kaukazit me Albaninë e sotme të Ballkanit të sotëm të Ilirisë e dikurshme nuk kanë të bëjnë njëra me tjetrën. Dhe kjo më trishtoi, thotë, në librin e tij me Stalinin, dhe kjo më trishtoi pafundësisht, pasi e kuptova që s'kishim të bënim me djalë me Kaukazët e shokut Stalin. Pra imagjinojmë tendencën që kishte në atë kohë për ta varrosur historinë tonë dhe për ta nxjerrë Kaukazik. Pikërisht ajo që kërkonin gjithmonë fshirët tanë, ishin grekët dhe serbët që shtynin gjithmonë në këtë drejtim. Në mënyrë absolutisht të pabazuar në asnjë dokument historik, ato gjithmonë zgjedhin pretezën që ne jemi nga Kaukazi. Por një gjë e tillë vazhdoi dhe më tej, u bë kongresi i 72-shit, varrosën dialektin grek. Dialekti grek është dialekti më arkaik, më i vjetër, pjesa më e vjetër e gjuhës së sotme shqipe. Dy dialektet kryesorë dhe pastaj janë 9 dialektet, ne e dimë që janë dialekti grek dhe dialekti tosk. Janë që të dy motra e vlla, apo dy vëllezër, apo dy motra që çojnë përpara gjuhën tonë që është unike në Europë. Por duke hequr komponentin më arkaik që ka, më të vjetër që ka, atë grek, duke hequr paskajorën gjuhës shqipe, ato kërkuan ta vrasin gjuhën shqipe. Dhe pothuajse arritën, por sot pavarësisht se ato në anë de jure e zorën më njan dialektin grek dhe paskajorën dhe shumë gjëra të tjera, sot ajo përsëri po hyn në gjuhën shqipe, pasi është një komponent i domosdoshëm i gjuhës shqipe. Unë të kujtoj një aspekt të përkthimit të Iliadës dhe Odisesë nga profesori ndjer që ishte John Shlaku. Ai pasi kishte bërë atë përkthimin e Iliadës dhe Odisesë, më tha shprehmisht: Alban, tha, përktheva nga shqipja vjetër në shqipen e sotme Iliadën dhe Odisesën. Me falë, tha. Të jemi sinqert, përktheva nga grekinishtja vjetër në shqipen e sotme moderne Iliadën dhe Odisesën. Pra imagjinojmë atë komponentin e fortë të vjetërsisë të gjuhës greke, e cila fatkeqësisht u la qëllimisht në 72-shin jashtë gjuhës shqipe, gjë e cila sot duhet të mbahet gjuha e unifikuar, por duhet përmirësuar duke futur edhe një herë komponentin grek aty ku e meriton, aty ku e ka vendin, brenda gjuhës të sotme shqipe.